Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës është ndërprerë për të dytën herë këtë të njëjtë. Kryesuesi i seancës, deputeti i zgjedhur i Lëvizjes Vetëvendosje Avni Dehari, tha se nuk pati konsensus në konsultimet që i thiri paraprakisht me përfaqësuesit e partive politike. Mbledhja konsultative u bë me qëllim për të arritur në një proces vendimtar për konstituimin e Kuvendit. Takimi shpërfaqi qëndrimet aktuale të tyre, pati përfaqësues që e braktisën konsultimin. Fatkeqësisht nuk pati konsensus. Seanca do të vazhdojë brenda 48 orëve në orën 12 më 19 prill 2025 me shpresë që deri atëherë të ketë pajtueshmëri, tha ai. Në mbledhjen e konsultimeve ishin 100 deputet të pranishëm, ndërkaq konstituimi i Kuvendit do t'i hap rrugën votimit të kryeparlamentarit e më pas qeverisë së re. Nga ana tjetër, kreu i seancës theksoi se më 16 prill i dërgoi letër presidentes, përmes së cilës i kërkoi sugjerime se si të vepronte në vazhdim. Lidhur me këtë, ai shton se presidenti Vjosa Osmani nuk ofroi zgjidhje përfundimtare, por kjo e fundit kërkoi që partitë të gjejnë vullnet për ta zhbllokuar situatën.